Asamblesë nga radhët e AK-s në Gjakov vizituan drejtorinë rajonale të policisë. Ata përgëzuan drejtorin e drejtorisë rajonale. Përkundër faktit që Gjakova është ndër komunat më të qeta në Kosovë, bëjmë apel që edhe qytetarët të bashkëpunojnë me organet e rendit, në mënyrë që të kemi një ambient sa më të sigurt, u shprehen asamblestët e AK-s. Ne jemi këtu që t'ju ofrojmë edhe bashkëpunim edhe përkraje për çdo punë dhe çdo sfidë që do t'jetë e ndërlidhur bashkërisht mes ne dy institucioneve, sado që jemi pjesë opozitës, por duke ditur që jemi grupi më i madh opozitar, prandaj jemi këtu për t'ju ofruar edhe këtë mbështetje shumë sinqert edhe miqësore. Drejtori i policisë rajonale Asi shtoi se vetëm nëse do kemi bashkëpunime të tilla, atëherë puna e policisë do bëhet më e lehtë. Edhe pse nuk jena të plotësuar numër njerëzve, numër të oficerëve policor, kur i shoh juve gjithve këto me një vullnet mirë që me ndiku në sferën e sigurisë, unë jam shumë i bindur, shumë i sigurt se na do t'ja arrijmë dhe do të kemi suksese, nuk do të na mungojnë sukseset asnjëherë kur jena partner me juve. Viti 2015 është një vit i cili do ngarkojë me detyra dhe përgjegjësi të reja policinë e rajonit të Gjakovës. Bashkë me to, për përballimin e detyrave të reja, do rriten edhe kapacitetet e organeve të rendit në Gjakovë, çka do ndihmojë në shtimin dhe rritjen e efikasitetit dhe profesionalizmit të policisë, shtoi drejtori i policisë rajonale në Gjakovë, nën kolonel Ahmet Hasi.